Autoriteti kombëtar i ushqimit në Shkodër ka bllokuar sërish një sasi të konsiderueshme misri në pikën doganore të Hanit të Hotit. Burimet bëjnë me dije se këtë radhë bëhet fjalë për 75 ton misër të importuar nga Serbia, ndërsa vetëm pak ditë më parë u ndalua një sasi për 25 tonësh nga i njëjti subjekt eksportues. Në total deri më tani janë 100 ton misër të cilat janë ndaluar për shkak të dyshimeve mbi përmbajtjen e lartë të aflatoksinës B1, një substancë toksike dhe kancerogjene që tejkalon normat e lejuara në vendin ton. Sipas njoftimit të AKU, ngarkesa është bllokuar me qëllim kryerjen e analizave laboratorike për të përcaktuar sigurinë e produktit. Në rast se analizat do të konfirmojnë praninë e substancave të ndaluara, atëherë ngarkesa e misrit nuk do të lejohet të hyjë në territorin e vendit ton. Burimet bëjnë me dije se në total gjatë kësaj periudhe janë bllokuar një sasi e konsiderueshme misri, të cilat janë në pritje të rezultateve përfundimtare të analizave. Paralelisht, autoriteti kombëtar i ushqimit ka marrë masa edhe brenda territorit. Në fshatin Trush të njësisë administrative të Brdicës, rezulton e bllokuar një fermë pasi nga sistemi gjurmëshmërisë rezulton se ajo furnizoi me misër blektoral nga i njëjti subjekt që është ndaluar në dogan. Gjithashtu në terren AKU po kryen kontrolle edhe drejt farmacive bujqësore, ku janë vendosur 6 masa paralajmëruese pas konstatimit të disa parregullsive gjatë inspektimeve.